World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studio RTK Radios. Në të njëjtën kohë jemi drejt për drejt edhe në rrjetin ton social Facebook me një emision tjetër të ri, kuptohet kushtuar kampionatit botëror të futbollit që bëmbat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Gjatë këtyre minutave të cilët janë të rezervuar në RTK Radio, por dhe në të njëjtën kohë në Facebook, patjetër do të flasim gjerë dhe gjatë për fazën e 1/3 së finales në kuadër të ngjarjes më të madhe të futbollit, Kupës së Botës, që në të vërtetë tashmë ka hyrë në një fazë shumë të nxehtë, nëse mund të themi, e kemi parë jashtëzakonisht ndeshje interesante, nuk kanë munguar pothuajse po ashtu edhe befasit, por gjithsesi në krahun tim të djathtë tashmë veç ka ardhur koha ta prezantoj dhe është dikur portieri i shumë skuadrave në vendin tonë, por po ashtu edhe pjesë e përfaqësuese së Kosovës në futboll, tani më trajner i portierave në klubin e futbollit Prishtina, Flamur Neziri, i cili na ka nderuar me prezencën e tij. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi me kanë në emisionin e juaj, edhe të flasim për kampionatin botëror, ku tash e dim që këtë fazë veç zhvillohen shumë ndeshje të mira dhe është pak një vrejtje vogël, sepse une nuk po mujmi përcjell ketë ndeshjet për shkak edhe të orarit, mirë po paka shumë me këtu ndeshje sa kemi po deri tash, kemi po futboll mjaft kualitativ edhe shpresoj edhe të shohim vazhdim. Për nga rëndësia, në fakt Flamurët kam bashkuar me shokun e jetës, nëse mund të them, bashkëtarin, me të cilin pothuajse ke qenë dhe je i pandashëm, Behar Maliqi, trajneri i futbollit. Behari ka qenë edhe më herët pjesë e emisionit special kushtuar kampionatit botëror, dhe gjatë bisedave që kemi pas edhe të kemi përmendur, kështu që jam në fund ju bëm bashkë. Faleminderit shumë Behar Maliqi. Faleminderit, domethënë erën e parë kalova mirë, por arsye më e madhe është Flamuri që erdha. Kur më thash që Flamuri u këtu, po e vërtetë është, edhe u binde sepse u sepse binda që për me ardh edhe herën e dytë në mision. Faleminderit. Edhe kena kalu mirë. Po, kena kalu shumë mirë, veç që ka qenë pak studio e freskët, po. Pak po, ka qenë freskët, po edhe koha ka qenë e freskët, as dreni na mungon. Po, e vërtetë. Është mirë me ardh, pak Holanda nuk i ka arrit ato pritshmërit, se kena pasi favorit pe i plani dytë, po për të keq, domethënë, nuk patëm fat këto herë, po mas 4 vite besoj që ekipa e njëjtë. Nëse na dëgjon, kam i arrit qëllimet që i ka. E përshëndesim Azdrenin, tifozin e Flak Njerish, edhe avokatin e njohur, Azdren Hoxha, i cili ka qenë para se Holanda të eliminojë nga Maroku, edhe pati përshtypjen dhe bindjen se Holanda do shkojë deri në fund, madje deri në fazën finale, por ja që kjo është, nëse mund të themi, loja e futbollit, edhe është një ndeshje, tash po flasim për fazën e eliminimit direkt, në njëjtë ndodhi edhe mbrëm ku në fakt Spanja arriti që të kualifikohet në çerek finale. Unë jam Fatos Prenici, jam bashkë me një numër të madh të kolegëve të cilët po përkujdesin për realizimin e emisionit special kushtuar Kupës së Botës, Krishnik Çarkaxhiu, Driton Bunjaku, Astrid Demaku e shumë kolegë të tjerë, pa harruar edhe redaksionin e sportit, kolegët e të Monthashin, Faruk Bajrami, producenti jonë, si dhe Remzi Mustafa, organizatori. Përndryshe, me njerë kështu po i qasimi me shumë seriozitet temës. Flamur e përmendet që për shkak të kohës ose dallimit në orë, ka pas edhe ndeshje që nuk e mundur në kohë reale ti përcjellas, por jam i bindur se më pastaj e ke parë jo vetëm rezultatin, por edhe disa prej atyre se çfarë ka ndodhur situatave në ndeshje të shumta. Tashmë veç kemi hyrë në fazën çerek finale. Përndryshe, sonte do të kemi 2 ndeshjet e fundit të 1/8 së finales. Për orës 18 kemi Argentina-Egjipti dhe në orën 22 Zvicër-Kolumbi. Fituesit e këtyre 2 kombëtareve do të ballafaqohen në mes veti. Si e ke parë këtë ngjarje deri në këtë fazë? Po sigurisht se ka pas lojë shumë interesant, po ashtu edhe befasi, ku një prej befasive menoj të këtij kampionati ka qenë Norvegjia, ku ka shfaq futboll mjaft kualitativ, edhe e dim që ka dhe individ të caktuar të cilët edhe po i vendosin ndeshjet, sidomos në këtë fazë shumë e rëndësishme me anë shprehje ata liderët e grupit,
Edhe kjo po ndodh te Norvegjia, ku Halland për shohim që po bën diferencën në secilën ndeshje, po ashtu edhe po ndihmon skuadrën si fos mbrojtjes, si fos sulmit, ku tash e dim që skuadrat nëse nuk luftojnë 11 lojtarët gjatë gjithë ndeshjes, munden edhe të penalizohen për shkak që në këtë fazë nuk ka shumë kalkulime, ka shumë taktizime, po ashtu edhe është pjesa e gjendjes fizike, ku e dim varet shumë edhe rekuperimet në këtë fazë, sepse koha është mjaft e shkurt. Tjetër befasi nuk mund të them, sepse i kemi pas gjitha ndeshjet. Spanja e dim që është një kombëtare shumë e fortë, po ashtu Anglia, Belgjika, vetë se menoj që e ka pas një rrugtim deri tash, muj me thonë pak më të lehtë për shkak kundërshtarëve të cilët i kanë poshtë deri në këtë fazë. Kurse Maroku dhe Franca janë dy kombëtare mjaft cilësore, ku tash do ta shohim një ballafaqe mes tyre dhe menoj që në këtë ndeshje do të jetë 50-50. Siç e di, Maroku ka qenë edhe finalist i Kupës të Afrikës, po ashtu Franca e dim që ka lojtarë mjaft kualitativ, mirë po mendoj që te Franca nuk është trajneri që po bën shumë kalkulime, po rrin me një 11-she, një apo 2 zavendësime pi bën gjatë ndeshjes, dhe kjo mund t'i kushtoj gjatë rrugtimit saj për shkak që lojtarët e njëjtë nëse vazhdimisht aktivizohen, nuk zovendësohen kur e kanë rezultatin favor, mundet në të ardhmen mi penalizu në këtë fazë, ku e dim që Maroku ka një skuadër mjaft cilësore, ka individ që mund me vendos fatin e ndeshjes. Edhe te Norvegjia me Anglin, paka shumë është një duel ku e dim që shumica e lojtarëve veç luajnë nëpër kampionate mrena Evropës, nëpër shtete. Shumica e lojtarëve veç luajnë edhe në Angli. Është një ndeshje mjaft interesante. Halland do të përballet kundër një kombëtare e cila aty veç e ka bën ngritjen më të madhe në karrierën e tij. Edhe do ta shohim edhe cilë do t'jenë kundërshtarët mes Argentinës e Egjiptit, po ashtu Zvicra, Kolumbia. Gjitha këto ndeshje nuk shoh shumë favorit, pak më me cilësu si favorit Argentinën, të e pa eksperiencën cilën e kanë si grup, edhe menoj që edhe Messi është të performu mirë për shkak që edhe pse e ka moshën, dihet që Messi është, për mendimin tim, është lojtari më i mirë prej që unë kum pa futboll, nuk kum pa lojtar më të mirë, më disiplinuar, po ashtu edhe më lider në fushë. Kanë me qenë ndeshje interesante, të shohim vazhdim. Pres me padurim me po Francën me Marokun, sepse shohin një duel ku do të ketë shumë pak kalkulime, sepse dy kombëtarët kanë lojtarë mjaft kualitativ mesin e tyre. Flamuri, kur e nisin fillim ta, nuk është se kam përcjellë disa prej ndeshjeve, sepse janë ato orët ose dallimi i tyre që kanë bërë të vetën, por me këtë rrumbullaksimin të cilin e bëri është sikur ka përcjellë të gjitha lojt. Dar, ke qenë pjesë e emisionit special në RTK Radio, por në të njëjtën kohë dhe në rrjetin tonë social Facebook më herët, edhe kemi biseduar në të vërtet për ato ndeshjet gjatë fazës së grupeve dhe gjithçka tjetër. Tani më ndodhemi në fazën çerek finale, për ndryshe Belgjika, nga e cila pakush ka pritur që do të mund të eliminonte edhe SHBA-n, të cilën në poshtë së fundi me rezultat prej 4-1. Belgjika, domethënë këtu vitet e fundit, kampionatet evropiane apo botërore që kanë qenë, ka pas një ndër ekipet më të mira me talent, më të mirë në radhët e veta. E kemi pasur çfarë ekipe ka pas Belgjika, Lukaku në formën maksimale të tij kur ka qenë te Chelsea apo te Napoli, Hazard që ka qenë lojtar e shumë talent atje, De Bruyne te Manchester City. Çdo herë kur u prit për Belgjikës që të ketë sukses, edhe të jetë njëra prej favoritëve, mundna me thonë prej plani 2 që mund të jetë si një befasi, sepse këto kombëtarët që janë të forta, dihet që nuk lejojnë befasi, edhe jo rastisht
peqimohet kampionati botëror nga viti 1930 deri me sot deri 2026, tash nuk pedim se cila është, po deri në 2022 që veç e mur Argentina, 8 kombëtare janë që e kanë fitu. Do me thonë, nuk kanë lënë befasi këtu kombëtarët e mëdha, çdo herë kanë qenë pretendent, ka pas ndaj befasi pe kombëtarët vogla deri në çerek finale, gjysmë finale, por gjithmonë kanë fitu, ka qenë do me thonë Brazili me 5 tituj që i ka, Gjermania, Italia janë me ka 4, Franca është me 3 së bashku me Argentinën, e keme edhe Uruguay me 2, edhe Anglia e keme me 1 titull. Kështu që çdo herë kanë qenë këtu kombëtare dhe këtu janë që gjithmonë kur vjen fundi, neve që diskutojmë në grupe kalkulojnë, ambientohen, këshyrin me gjetë ekipin më të mirë që Kundërshtarin që ju ballavaçu kundërshtarëve, ruajnë forcën, ndërsa kur vjen te eliminimi direkt, do me thonë e din sa trenerat edhe nuk bojnë shumë kalkulime, sepse një gol e ndryshon lojën. Mas ne jo shumë zër për mu kthy, sepse janë kombëtarë dhe janë ekip kombëtare gjitha të forta. Çdo kombëtar lojtarët më të mirë tyre, do me thonë i ftojnë dhe është problem as ne për me kthy ndeshjen. Belgjika më ka befasu, se vetëm pyetja këtë e Belgjika, më ka befasu edhe nuk e kom prit që do ta poshtë Amerikën në bazë fazës të grupeve dhe në bazë ndeshjeve që i kanë zhvilluar deri më tani. Belgjika kundër Senegalit me shumë fat arrin që të barazoj ndeshjen edhe me anë të penalltive, domethënë ta kaloj grupin. Senegali ka qenë shumë më i mirë, gjitha aspektet. Edhe Senegali më i kemi shënu golin e tretë, kemi pa ato rastet me Manën, po ka pas disa raste që ta përfundoi ndeshjen, edhe mendoj që goli i dytë i Belgjikës ka qenë faul kur u shënue, kemi pa se me kokë që është në lejtare, kemi pa se çfarë shtytje ja jep sulmuesi i Belgjikës qendërmbrojtësit, por gjyqtarët, mendoj që gjyqtarët, sidomos kontinente jo evropian, po kontinente të tjera që janë, po janë dëpsia më e madhe këtij kampionati. Kemi pa disa vendime kontroverse të tyre. Francë, Paraguay, domethënë se çfarë gjykimi ka bërë gjyqtari, nëse shumë statistikat, 3 lojtarë të Francës janë dëshkuar me karton, ndërsa asnjëri Paraguayit. Kanë qenë shumë agresiv edhe shumë. Në realitet, domethënë shumë ngacmime, shumë shkelmime gjatë ndeshjes, shumë provokime, nëse kishin pa realitetin u dashur minimum 2-3 lojtarë të Paraguayit janë me kartona të kosh për atë është vari, domethënë, nëse i ik gjyqtari një shkelmim apo një goditje, domethënë tinzore, atëherë është vari që intervenon edhe gjyqtari shkon e kthyer ndeshkon. Po mendoj që ata janë, po tash tu orë ndeshjet e forta, tu ballavaçu në eliminime direkt se e pa veç Span Portugali. Është ndeshje dy gjigantëve dihet se çfarë lojtar kanë. Lojtarët e tyre luajnë për skuadrat më të mëdha evropiane, edhe dihet që është një lojë vendimtare aty, një gabim. Edhe pam që një gabim domethënë e përfundon ndeshjen. Tash njëra prej këtyre kombëtarëve duhet me shku në shtëpi. Kështu që i qesin gjyqtarët më mirë, pam që ka qenë anglezi gjyqtar që nuk ka polemika mbrapa ndeshjes për ato goditje për gjykimin e ndeshjes, sepse është gjyqtar që kanë provoje dhe janë mësuar me kësi ritme. Belgjika, se prapë ndërlidhëm te kjo, mendoj që me plot merit është ndeshja më bindëse tyre kundër Amerikës. Mendoj që te Amerika ka mujt me ndiku edhe ai kartoni i kush, domethënë që ja e kanë lojtarit që dul Trumpi, e kum telefonu Infantinon edhe është njëri mirë, abdem ka ndiku që për me ek, besoj që ka qenë për herë të parë në histori, edhe nuk është mirë, nuk është mirë që ka ndodhur për një lojtar pa marrë parasysh çdo rregullat e futbollit janë, edhe kur nuk ka ndonjë goditje, prap është izollim për një ndeshje, sepse ju ka dhënë kartoni kush në ndeshje, e di që në liga, në kampionate janë largu, po në kampionate botërore dhe evropiane, domethënë ka ndodhur për herë të parë. Mendoj që ajo ka mujt me ndiku te Amerika, se Amerika ka pas super paraqitje, edhe në bazë ndeshjeve që janë kanë, ka qenë shumë favorit në krahasim me Belgjikën, të e pa ndeshjen e fundit tyre kundër Senegalit. Për futbollin për këtë është interesant, po mendoj që maksimumi i Belgjikës është kjo. Nuk mendoj që mundet me shku ma gjatë,
një fitore binjse, po mendoj që maksimumi i Ndaj Spanjës do ta kesh Spanjës, është. po domethënë është kjo. Spanjën e shoh si një prej favoritëve se nuk ka qenë që u komentu shumë për ta, u komentu shumë për Francën, për shkak të lejtarëve që ka dhe që ka arrit finale, domethënë para 4 vite, u komentu shumë për Argentinën, për shkak që ka arrit me ru grupin e njëjtë, edhe lojve që i ka bën, ndërsa Franca dihet që fituesi evropianit kalum, edhe çdo herë ka pas paraqitje të mirë, Spanja. Edhe Spanja ka një botror, mos të harroj me Iniestën e me Xavin e me atë ekipin që patën që dominojshin edhe Evropën edhe botën. Por mendoj që është një prej favoritëve në letër. Dëshira ime e kemi diskutuar është Anglia apo Gjermania. Gjermania shkoi, tash ka mbet Anglia që e shoh në finale. E shoh që do ta eliminon Argentinën, edhe mendoj që do të jetë o me Francën o me Spanjën në finale. Do të kthehemi pak edhe njerë tek ndeshja ndërmjet Norvegjisë dhe Anglisë, nga se do të kemi një ndeshje shumë interesante. Ndryshe, Flamur, përmende Argentinën si një prej kombëtarëve që do të mund shkojë deri në finale dhe ke bindjen për shkak të asaj se çfarë ka treguar të paktën deri më tani me një Lionel Messi që po udhëheq Argentinasit edhe në këto botror, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, sikurse që e ka bërë edhe para 4 viteve në Katar. Sonte prej orës 18 Argentinë-Egjipt, mendon se Egjipti do të mund t'i rezistoj dhe t'i shkaktoj probleme Argentinës, gjë të cilën e bëri në raundin e kaluar edhe Kepi Gjelbert, që luajnë në vazhdime ndaj Argentinës? Po, për dallim nga Kepi Gjelbert, mendoj që Egjipti luan me një formacion 4-2-3-1, ku me këtë formacion varet se në çfarë zone edhe do ta bën atë bllokun për mbrojtje për portën e tyre. Mirë po, në këtë ndeshje mendoj që prap Argentina është favorit, duke marrë parasysh edhe eksperiencën e tyre, edhe cilësitë që i ka brenda grupit, po nuk duhet ta nashkalojmë as Egjiptin, sepse dim që ka edhe aty mjaft lojtar cilësor, ku është Mohamed Salah, i cili me një gjys aksioni ose gjys rasti mund të dhaj me bu diferencën ndeshje edhe me vendos lojën. Në kësi fazet të grupeve vinë shprehje shumë edhe vendimet e gjyqtarëve, sepse dim që një vendim i gjyqtarit nëse e po për marrë shembull ndeshjen me Francën me Paraguajin, ku aty kemi po shumë gjeste jo sportive ndaj lojtarëve të Francës, provokime, për këtë arsye është edhe gjyqtari që të paktën të ndajë drejtësi në mënyrë të barabartë për të dy kombëtarët. Një karton i kuq apo një ndërhyrje emocionale ose pa kontrollume që rrezikon lojtarin kundërshtar mund të shku me karton të kuq. Tash është edhe vari edhe shumë sene që kanë minimizu ato polemika, debatet që kanë qenë të kalumen. Mendoj që Argentina në rast se e zhvillon atë lojën e vet, e cila bazohet edhe në aftësitë individuale të Mesit, mundet me bu dallimin edhe mundet me fitu ndeshjen, mirë po nuk do ta ketë lehtë. Nuk do ta ketë lehtë sepse fazë thuajse finale, ama do të jetë një ndeshje interesante sepse do të zhvillohet një lojë me dy kombëtarë të kontinenteve ndryshme, edhe ka lojtarë me profile ndryshme. Është lojë interesante, nëse fiton Argentina, mendoj që do të ketë një duel në të ardhmen me Anglinë, ku do të shohim një finale para finales, edhe ato e dëshiroj tasha. Po, kjo do të mundon nëse Anglia mposhtë fillimisht Norvegjinë, Argentina pas takimit me Egjiptin ka punë ose me Zvicrën ose me Kolumbinë, një Kolumbi që realisht ka treguar lojra të mira, e kemi përmendur edhe gjatë fazës së grupeve, një Kolumbi që në nhije në të vërtetë është duke bërë befasi të këndshme bashkë me Norvegjinë, nga se pakush e ka pritur që Norvegjia shkruaj historia dhe të vijë deri tek faza çeyrek finale.
do të mund të ketë probleme sonte Zvicër-Kolumbi, një Zvicër të cilën ne faktikisht na adhurojmë, nga se tek Zvicra kemi Granit Xhakën, dikur ka qenë Gjerda Shaqiri, por ka pas edhe futbollistë shqiptarë me nacionalitet zvicrane, është Ardon Jashari që nuk është se ka pas edhe shumë minutash, por në anën tjetër Kolumbia tregoi dhëmbët në fazën e grupeve, qysh nga ndesha me Portugalinë faktikisht veç ja bëri të qartë edhe kundërshtarëve të tjerë se nuk do ta kenë lehtë. Si tifoz, Ha. jena për Zvicrën edhe mendoj që Zvicra do të kaloj. Po më të vërtet kështu, nëse shohim bazë ndeshje deri me tani do të jetë shumë ndeshje pa parashikueshme. Mendoj që rezultati është shumë problem me parashiku këndeshje, sepse janë si ekipe të barabarta. Edhe një gol mendoj që mundet me ndryshu komplet ndeshjen. Po si tifoz jam pro Zvicrës edhe kam dëshirë që Zvicra të kaloj tutje. Zvicra përpas ndeshjes së parë që kishte një ngecje në fazën e grupe, po ato bojnë kalkulime, mas ne i ka qenë shumë bindse edhe mjaft mirë ka ndihmë me menaxhu lojën. Por tash testi kryesor i Zvicrës do të jetë kjo kundër Kolumbisë sot. Po prapë mendoj që Zvicra do të kaloj tutje. Edhe Zvicra mendoj që dhe këto do ta ketë, mas ne do ta ketë ma problem se ballafaqohet me, nëse e kalon Kolumbin, do të ballafaqohet me kombëtare pak më të forta, që mendoj që do të jetë fundi i Zvicrës do të jetë këtu mendoj. Po, nga se tash po flasim për fazën çerek finale, ku gjërat faktikisht shkojnë shumë ndryshe. Edhe Flamuri e përmendi që pothuajse çdo ndeshje tashmë është sikur një finale. Gjashtë ndodhi edhe në brëm, kur u ballafaquan në Dallas Spanja dhe Portugalia. Spanjollët realizuan fitore në minutën e parë të lojës shtesë, kur pritej që gjithçka të përfundonte të baraz 0-0. Ishte një moment të cilin e shfrytzuan spanjollët pas një aksioni, edhe ai rasti ose habia në mbrojtjen e Portugalisë bëri që më pastaj Merino të realizoi nga banka rezervë në kuadrua në lojë dhe Merita shkojnë deri tek përzgjedhësi De La Fuente. Faktikisht Flamur, po flasim për këto ekipet realisht cilat edhe i përmendëm, e shumica prej tyre edhe qysh nga fillimi i kësaj gare, faktikisht kampionatit botror janë llogaritur si favorite. E përmende Argentinën, e cila po, që nga fillimi faktikisht edhe është cilësuar si njëra prej kombëtarëve pretendente. Kush pos Argentinës sipas asaj se çfarë ke parë deri më tani do të mund shkojë deri në finale, nga se gjithashtu nuk harroj që në hyrje të intervistës të cilën po realizojmë drejt për drejt, e përmende edhe Francën me Marokun që gjithçka do të jetë 50-50 për Franca, më tepër ka bindur nëse mund të them. Po, është e vërtet që Franca veç ka një grup lojtarëve që kanë shumë kualitet edhe kanë shumë eksperiencë kompeticione tilla. E dim që kanë edhe gollëshanusin e dytë më të mirë në histori të botrorit, është Mbappé, po ashtu ka edhe fazën e sulmit e ka shumë të frekshme mendoj. Mirë po, e thash për arsye se edhe Maroku ka një grup lojtarëve shumë cilësor ku shumica e tyre veç luajnë në kampionatet më të forta në botë. E dim që Franca në këtë aspekt është pak më favorit, për arsye se i shohim lojtarët cilët luajnë për ekipe janë Real Madridi, Barcelona, Bayerni, Arsenali, Milano, Parisi, domethënë gjithë janë ekipet më gjigante. Ekipet më të mëdha në botë. Veç Milano në shtini po. Milano normal se është tifoz i Milanit. Unë shoh drejtorët Milanës në kombëtarën e cila e ka grupin një prej më të fortëve në botë, për ato dhe e ceka, kurse Maroku i ka lojtarë shumë të mirë, po ashtu ka një grup shumë të fortë. E dim që në Kupën e Afrikës ka zhvilluar ndeshje shumë të forta, po ashtu vlen cilësohet që ka edhe bankën e rezervë shumë të fortë. Edhe mendoj që cila do skuadër Franca apo Maroku do ta fitoj këtë ballafaqim, mendoj që njëra prej tyre do ta prek finalen. Pastaj në finale nuk dihet, sepse finale vendosin detajet e vogla. Në finale nuk ka favorit. E dim që nëse shkon Franca
me Argentinën, vetë se e kemi pa në të kalume një finale t'il. Prap do t'jetë shumë interesant, mirë po menoj që një nuancë më të vogël do ta ketë Franca në përparësi për shkak që 2 finale radhazi është e dhëmshme me hub. Në aspektin psikologjik je pak më i ngarkum, mirë po lufton më shumë, mendoj që nëse shkon Franca me Argentinën, do të jetë Franca favorit ta merr këtë botror. Beharin e kemi tek Anglia për momentin, sepse Gjermania është eliminuar në fazën e parë të eliminimit direkt nga Paraguay pas ekzekutimit të penaltive. Fatës, unë deri sa fiton dikush edhe finale jo me dikat. Po, gjithmonë del një skuadër që të patën ke më tepër kështu simpatinë se mund të them se gjashtë ndodh edhe mu. Jo, e thash në kuptimin pozitiv, sepse desha të ndërlidhem. Edhe më herët e kam parashtruar pyetjen. Argentina ka Lionel Messin, Franca ka Kylian Mbappén, Anglia është ekip. po është ekip. Norvegjia ka Erling Haalandin. Anglia është ekip, por tek anglezët po shohim vazhdimin e shkëlqimit të Harry Kane-it, që ka 6 gola të realizuar, është në mesin atyre realizatorëve më të mirë pasi nga një gol më tepër kanë Mbappé, Haaland dhe Lionel Messi. Kemi pa një Angli shumë të fuqishme në ndritimin e strategut Thomas Tuchel, i cili realisht në të vërtet veç po bin tani më që është një përzgjedhës që po del të jetë i, nëse mund të them, i rëndësishëm, por dhe i qelluar edhe nga Federata Angleze e Futbollit që e zëvendësuar me Gareth Southgate-in. Norvegji-Angli, një përballje që do të mund të jetë po ashtu edhe një ballafaqim ndërmjet Harry Kane të Anglisë dhe Erling Haalandit të Norvegjisë. Norvegjia është si lloj befasie, më me thonë, sepse kampionatin e kaluam nuk kanë marrë pjesë, e kanë një gjenerat mirë, kanë një lojë kolektive, edhe kanë një sulmues të frekshëm si Haalandi që nëse i shkon topi në zonën e 16 metrë, që do të thonë është i pamëshirshëm, ka shumë probleme marku me lëvizjet e tij, edhe është një prej sulmuesve më të mirë në botë. Që pe bën dallimin shumë te pjesa e Norvegjisë, sepse sulmuesi janë për më shënu, edhe ai po arrin. Por mendoj që kalimin i Norvegjisë kundër Brazilit, mendoj këtu vitet e fundit Brazilit jemi mësu, Brazilin me po, Brazili është jo rastisht e cekum, është prej kombëtarëve që ka fitu 5 herë këtë kompeticion. Edhe është kombëtarja më e fortë në botë, sepse kombëtarët mundesh mi mbas titujve. Mi emru. E Brazili jo rastisht, mund të vlerësohen mbas titujve. Brazili çdo herë në radhët e veta ka pas lojtarë më të mirë në botë. Na mojna gjenerata jon, para 4 vite, para 8 viteve apo 12 vite në Brazil kanë qenë Ronaldinho, ka qenë Kaká, ka qenë Rivaldo, ka qenë Carlosi, Adriano, do me thonë pishom se çfarë lojtar kanë pas. Ndërsa këtë kompeticion Brazili lojtarin më të mirë që ka pas, 2 lojtarë mendoj që i ka pasin në atë kohën e kalume. Viniciusi, që luan Real Madrid edhe që ndër lojtarët më të mirë në botë, edhe Marquinhos që luan Paris Saint-Germain, që është qendërmbrojtës. Nëse i shohim lojtarë tjerë, si sulmues ka qenë Cunha i Manchester Unitedit, që për herë të parë ka shku domethënë nga një ekip tjetër i Premier Ligës, që shumica e tifozëve nuk e njohin. Kemi pas në sfushën e Brazilit Casemiro, që është veç pezian, dhe u largu nga kombëtarja, për shkak të moshës, edhe shumë lojtarë tjerë që nuk e meritojnë fanellën, nuk është ai Brazili që jemi mësu me po, është shumë fanellë e ronë, do me thonë, soja që s'meritën Norvegjisë për kalimin tutje, u mendoj që edhe Brazili nuk u kanë ai Brazili me fan lojtarëve si të kalumen. Jo rastisht, edhe pse kishin rastet e veta, e kishin një penalti të hungur, do me thonë që ndeshja kish me shku ndryshe, kishin disa raste të krijume, por dallimin e boni Haalandit, do me thonë me ato 2 golla, e kemi pasur se si shënoj, por nuk ka qenë ai Brazili dhe ajo kombëtare që jemi mësu me pa nga e kalumja. Ndërsa Anglia pishpërndon gollat.
është më shumë si ekip kolektive. E kemi parë, shënoi ndeshjen e kalume, kundër një kombëtare që u mbyll shumë edhe kishin shumë vështirësi për me thy mbrojtjen e saj, ndërsa në këtë ndeshje dul Bellingham. Po kundër Meksikës dul Bellingham, lujti saka nga fillimi që e boni dallimin shumë, domethënë, pat paraqitje shumë mirë edhe 2 gollat të Bellinghamit, edhe pse Meksika u kon kombëtarja që nuk ka pranuar gol deri më tani. Edhe ka pas Plus ka luajtur si vendas, plus Meksika në 98 vite, në atë stadion i ka vetëm një humbje. Domethënë gjitha i ka fitore. Është një kombëtare që ka qenë shumë e fortë si vendas. Edhe për arsye mundet me qenë sepse stadioni është 2200 metra në altësi mbyllëtare, mungesë të oksigjenit, edhe ju përshtatet atyre me se janë vendas, mësohen në atë mënyrë, domethënë për me lujt, që ndikon te kombëtarët tjera, domethënë por Anglia këtu e tregoi veten. Plus ka qenë për minutës 64 ka qenë me 10 lojtar. Edhe kundër asaj kombëtare që ka qenë 54, po me 10 lojtar. Ka qenë kuansa që u shpresh shumë e shotë në këtë kompeticioni, edhe rezultati ka qenë 2-1. 2-1, domethënë ka qenë rezultat i ngushtë, qysh kohën shtesë apo ka fundi ndeshjes edhe ka shënuar edhe golin e tretë. Me 10 lojtar këtu Anglia tregoi veten. Po çfarë vrejnë këtë kampionat? Deri më tani përpos Francës që ka qenë shumë bindse gjitha ndeshjet, si në fazën e grupeve, si në eliminime direkte, si lojën që kundërshtari boni një lojë shumë agresive kundër Paraguayit, domethënë edhe aty tregun fuqi, asnjë kombëtare tjetër nuk ka qenë shumë bindse si Franca. T'jemi real. Argentina kundër Cape Gjelbert, domethënë pati lojrat mira, po kundër Cape Gjelbert lashu për të dëshiruar. Ka pas shumë gjallë që të eliminohen, mbas lojës që ka qenë, domethënë nuk ka qenë bindse. Cape Gjelbert një kombëtare për herë të parë që domethënë këtë kampionat, ata kanë befasi sepse ja morën edhe Spanjës barazim, domethënë, por nuk ka qenë shumë bindse. Edhe Anglia më me thonë që nuk ka qenë disa raste shumë bindse, e vetëm ajo që ka qenë Franca, kombëtarët, tash varet edhe për strategjisë, varet edhe ai përshtatet kombëtarës, domethënë loja si lojë direkte, e pam që Spanja dhe Portugalia se kanë të njëjtin futboll. E kemi pa ndeshjen që ka qenë e barabartë. Një nuancë Spanja ka qenë më lart se Portugalia, po ka qenë domethënë u prit vetëm një gol. Këto ndeshje të eliminimi direkt mundet me pas befasi edhe mund me qenë pej ditës edhe pej kush shënon golli i parë dhe çysh din me menaxhu. Ndërsa po ndërlidhëm se kem te Norvegjia, mendoj që edhe për Norvegjin është maksimumi i Norvegjisë. Deri te kjo faza çerek finale. Deri te kjo faza çerek finale, nëse arrin të eliminoj Anglinë atëherë, bravo ju qoftë, domethënë janë një kombëtare që me të vërtetë për të vlerësuar edhe pse në radhët e veta kanë disa lojtarë përveç Haalandit që janë me të vërtetë lojtarë që po lojnë shumë shihet mirë, domethënë me paraqitjet e tyre. Nëse Norvegjia e eliminon edhe Anglinë, atëherë kjo më nuk mund të quhet befasi. Flamur, është e pashmangshme të mos e bëj atë pyetjen për sa i takon portierëve në këtë kampionat botror. Mu personalisht, mbase është kështu si kujtesë e freskët, ishte ai momentin ose ndeshja ndërmjet Brazilit dhe Norvegjisë, Nyland, portieri i norvegjezëve, më ka bërë shumë përshtypje në atë ndeshje me shumë pritje. Edhe një penalti nëse kujtohet me Bruno Guimares që nuk realizoi. Është e vërtetë, në këtë fazë vijnë shprehje shumë edhe pjesa e rolit portierit. E dim që në këtë fazë në rast se e kini portier i cili tregon formë të mirë, jep stabilitet, ka personalitet në fushë, mundet me kanë edhe një pikë mjaft e fortë e grupit, i cili me bo pritje vendimtare, pastaj bashkëlojtarët e tij, se në futboll e dim që janë një rregull i pashkruar, nëse ti nuk shënon disa raste gol, atëherë pson. Edhe këtë rregull të pashkruar mund me vendos pikërisht portierët, nëse bojnë pritje të mira. E dim që portieri i Norvegjisë ka bo paraqitje mjaft mira edhe gjatë grupeve edhe në këtë fazën, sidomos ndeshjen me Brazilin. Edhe ka qenë një prej lojtarëve më të mirë ndeshje.
Halland ka qenë lojtari i ndeshjes me notën më të lartë 8.6, kurse portieri ka qenë me notën 8.0, i cili ka bu pritje vendimtare gjatë këtij takimi dhe po ato pritje kanë dalë si rezultata përcaktojnë edhe fituesin e këtij ballafaqimi. Unë muj me cek edhe të Spanja po tregon një lojë mjaft mirë, po ashtu shohim që edhe portieri i tyre po tregon formë stabile, po ka personalitet, me sa e di edhe ka thy rekordin e kampionatit botëror, tash vetë se edhe në këndeshje e ka rrit atë rekordin cilin e ka thy, edhe po vazhdon të harroj portën e paprekur me sa e di në 7 ndeshjet e fundit. E dim që në këtë fazë, në qoftë se e kiti një portier i cili t'jep siguri, është plus i madh si për ekipën, si për bashkëlojtarët, sepse sa herë shkon topi në port nuk e kanë atë frikën që mos po bën ndonjë gaf ose ndonjë keks siç e quajmë. E dim që Argentina në të kaluamën ka pas probleme shumë me portier, përderisa e gjetën portierin i cili me pritjen e tij vendimtare në finalen e kaluar të kampionatit botëror, vetë se fitoi edhe Argentina Kupën e Botës. Në rast se ajo gol do të binte në minutat e 190 me sa 120. po, në fund takimit, atëherë ne sot do të fletnim për një Francë kampion bote aktuale. Do më thonë këtu është ajo diferenca e pritjeve të portierëve, një pritje vendimtare ta sakton edhe këtë rrugtimin edhe këtë atë projektin i cili një kombëtare e bën, ku e dim që këto kombëtare që pi shohim se cila prej tyre bojnë projekte me gjenerata e gjenerata. Këto janë projekte cilat bohen me 10 vjet, muj me thonë edhe me krejt karrierën e një gjenerate të futbollistëve. Edhe mendoj që tu i pona këtu kombëtare do të me mendu edhe me po që edhe ne si Kosovë kemi potencial që të paktën të mendojmë të bojmë projekte afatgjate, edhe të ushqejmë atë talent cilin e stërvitim që të paktën me synu diçka të madhe, sepse dim që këtu në kompeticione disa skuadra janë të kënaqura veç me pjesëmarrjen, disa skuadra e menojnë deri në një fazë gjysmëfinale apo çerek finale, kurse disa e synojnë me marrë mu bë kampion bote. E na mendoj që si vend i vogël që jem, duhet të shfrytëzojmë talentin cilin e kemi, sepse e dim që shumë futbollistë në kombëtarin e Kosovës, veç se kemi lujt bashkë në Kosovë, kanë dalë për këtij venit, po ashtu tash na si trenera të ri që jem, duhet ma shumë me hap mendjen, me pas si punohet jashtë, është fat i mirë që tash federata po na ofron edhe trajnime ndryshme, e kum pas fatin tash në sfundi, kum njek një trajnim ku ka qenë pjesë e trajnimit drejtori i Skocisë, edhe i Celticut, po ashtu ka qenë drejtori i Feyenoordit, na kanë spjegu se çysh kanë punu, çfarë projekti afatgjat 8 vjeçar kanë bu, edhe çysh pikorrin sukseset tash. Unë mendoj që secili edhe ekip edhe krejt kemi nevojë shumë me pas se si punohet jashtë. Është fat i mirë që edhe federata po punon këtë aspekt, edhe bashkarisht punojnë të japim kontribut secili në atë punën ku e ka, edhe të çojmë Kosovën përpara se funit nëse e kishim pa një Kosovë si për shembull Bosnia që mori pjesë, do të ishte krenarie e madhe për neve, edhe do të ishte fat sepse deri tash kërkush soi sakrifisa u bë këtë vend, nuk e ka çu shtetin në kampionat botëror. Mendoj që në këtë pjesë duhet na të fokusohemi të punojmë për vendin tonë edhe të shohim edhe Kosovën nëpër kompeticione të mëdha, në evropiane apo botërore. Flamur Ziri Ber Maliqi, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, edhe në të njëjtën kohë në fund të emisionit të kushtuar kampionatit botëror të futbollit në RTK Radio dhe në rrjetin tonë social Facebook, ju dëshiroj sukses të më të qeshme, fillimisht shëndet, tani më në rolin apo në cilësinë e trajnerëve. Keni bërë shumë dhe keni kontribuar shumë edhe si futbollist dhe
nuk kam dilema që të njëjtën faktikisht do ta bëni tani më edhe si trajner. Faleminderit, është kënaqësi me kalu kohë bashkë me juve dhe me fol për sportin. Është kënaqësi edhe kur e Bashkë ndani me Beorin. studio bashkë me Beorin, i cili veç kena ndo tituj, kena ndo shumë emocione në fushat e gjelbërta, edhe kjo është për mu një kënaqësi dhe të falenderoj shumë ty edhe gjithë stafin e ju. Shumë faleminderit. Faleminderit, e kryti muli, kështu që Faleminderit, këtu erdhi fundi emisionit special kushtuar kampionatit botëror të futbollit, që ishte drejt për drejt në RTK Radio dhe në rrjetin tonë social Facebook. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju, vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet tona në vazhdim. World Cup në RTK Radio.